Ekonomia, politika e jashtme dhe migracioni, duke mos harruar natyrisht edhe financat dhe mbrojtjen, do të jenë miq të dashur disa nga temat më të rëndësishme të qeverisë së ardhshme, dhe këtë dëshmon edhe për zgjedhja e deri tanishme e kandidatëve për ministra. Kancelari i ardhshëm Friedrich Merz, kryetar i partisë CDU-si dhe kryetari i partisë CSU Markus Söder kanë paraqitur kandidatët e tyre për poste ministrore, ku ka edhe disa befasi të mëdha. Unioni CDU-CSU do të ketë 10 ministri nga 17 ministri, sa do të ketë qeveria e re. 7 ministri do të ketë pra partia e tretë në koalicion, Partia Social-Demokrate, e cila kandidatët e vetë për poste ministrore do t'i paraqes javën që vjen në prag të seancës për konstituimin e qeverisë. Por të shohim pak se kush janë ministrat e partive të Unionit të paraqitura tani. Një prej befasive më të mëdha është kandidatja për ministre të ekonomisë Katerina Rajke, e cila konsiderohet si një prej eksperteve të njohura ekonomike në Gjermani. Ajo vjen pra nga sektori i ekonomisë dhe ka njohuri të mëdha në këtë fushë, që me siguri është një përparësi për dallim prej ministrit të deritanishëm Robert Habeck, i cili më parë nuk ishte kurfar lidhje, të mos them pra kurfar njohurish për ekonominë më parë. Katerina Rajke ka qenë deri tani e punësuar si drejtuese në kompaninë E.ON prej vitit 1998 deri 2015 ka qenë deputete në Bundestag, e ajo për të evituar të gjitha spekulimet e mundshme, menjëherë ka bërë publike, ka bërë të ditur pra edhe lidhjen e saj me ish ministrin e mbrojtjes Karl Theodor zu Guttenberg, por unë këtu me siguri që nuk do të futem në lidhje personale dhe partneritete mes tyre. Një befasi shumë e madhe është edhe ministri i ri për digitalizimin dhe modernizimin Karsten Wilderberger, i cili deri tani ka qenë drejtor i kompanisë MediaMarkt dhe Saturn. Ata që jetojnë në Gjermani e din pra se për cilat kompani po flas, ku ka pasur një rrogë vjetore prej rreth 2.8 milion euro në vit. Ndërsa tani do të marrë në vit rreth 200.000 euro, që do të thotë se ai vërtet e ka seriozisht të marrë këtë punë si ministër, sepse ka hequr dorë nga 2.6 milion euro. Sidoqoftë, ajo që me siguri na intereson neve edhe më shumë është zgjedhja e Johan Wadepool si kandidat për ministër të jashtëm. CDU në këtë mënyrë do të rimarrë pra postin e ministrit të jashtëm pas rreth 60 vitesh. Johan Wadepool është një avokat me profesion dhe konsiderohet si ekspert i sigurisë në Bundestag, por mund të thuhet se është edhe njohës i mirë i zhvillimeve diplomatike dhe politikës jashtme. Ai shumë shpesh ka pasur deklarime edhe për Shqipërinë dhe për Kosovën, që me siguri është interesante për vendet tona, pra sepse ai e njeh shumë mirë edhe gjendjen në këto vende. Por më rëndësishmja është në këtë mes që Johan Wadepool, pra 62 vjeçari i CDU-s, konsiderohet si një prej bashkëpunëtorëve më të ngushtë të kancelarit të ardhshëm Friedrich Merz, që do të thotë konkretisht se kancelaria dhe ministria e jashtme do të jenë në një koordinim shumë të ngushtë, e kjo është vërtet shumë e rëndësishme në kohën e tensioneve shumë të mëdha, jo vetëm diplomatike, por edhe për shkak të luftës në Ukrainë, për shkak të luftjes në lindjen e mesme, për shkak të tendosjeve me presidentin amerikan Donald Trump, e tjerë, probleme diplomatike ka pra vërtet shumë. E kur jemi tek kancelaria, të them se Merz ka zgjedhur bashkëpunëtorin ndoshta më të ngushtë të tij që të jetë shef i kancelarisë, e ai është Thorsten Frey. Nga partia CDU do të jenë ministra edhe Patrick Schneider, i cili do të drejtoj Ministrinë e Komunikacionit, ku vërtet do të ketë shumë punë kur marrin parasysh gjendjen në komunikacion dhe në rrugë. Pastaj Karin Prien do të jetë ministre e re e arsimit, ndërsa Ministrinë e Shëndetësisë do të drejtoj Nina Varken, e cila është eksperte e politikës së brendshme dhe nuk ka pothuajse kurfar lidhje me medicinën dhe mjekësinë, por edhe kjo mbase mund të jetë një përparësi, sepse mund të marrë vendime me rëndësi pa pasur kurfar ngarkesa të mëparshme.
Ndërsa, sa i përket partisë si motor të CDU-s, pra CSU, posti më rëndësishëm me siguri do të jetë ministri i brendshëm, e këtë post do të marrë Aleksandar Dobrindt, që konsiderohet edhe si njeri i afërt me Markus Söder. Detyra më rëndësishme e tij me siguri që do të jetë lufta kundër migracionit ilegal dhe dëbimi i personave që nuk kanë të drejtë të rrinë në Gjermani. Gjendja e sigurisë në Gjermani, pra sigurisë së brendshme është fjala, me siguri që është një prej detyrave më të rëndësishme për Gjermaninë të ardhme. Ministrinë e Bujqësisë më në fund do ta drejtojë deputeti i deritanishëm Alois Rainer, i cili nuk është i njohur, por vjen nga CSU. Ndërsa, ministre e shkencës dhe teknologjisë pritet të bëhet Dorothee Bär e partisë CSU. Më në fund, sektorin e kulturës do ta drejtojë Wolfram Weimer e ka emrin, që po ashtu është një prej befasive të mëdha të këtyre përzgjedhjeve. Pra, këta janë kandidatët dhe kandidatet e partive të Unionit CDU-CSU për ministra dhe ministre, e nëse ju keni ndonjë pyetje, me siguri që mund ta sqarojmë sepse ka emra bukur të panjohur. E më rëndësi është të thuhet se partitë e Unionit do të propozojnë pra ish ministrin e shëndetësisë Jens Spahn për shef të grupit parlamentar që natyrisht luan një rol të rëndësishëm në marrjen e vendimeve ligjore. Ndërsa, siç e thash, partia SPD do të publikojë emrat e kandidatëve për ministra me datën 5 maj, pra vetëm një ditë para seancës së Bundestagut, ku do të votohet për qeverinë dhe për kancelarin e ri. Disa nga postet më të rëndësishme të Partisë Socialdemokrate me siguri janë Ministria e Financave dhe Ministria e Mbrojtjes. Në këto poste, sipas të gjitha gjasëve, do të jenë Lars Klingbeil, që është edhe kryetar i Partisë SPD, ndërsa Ministri i Mbrojtjes do të jetë Boris Pistorius. Në veçanti, kjo është me rëndësi pra për Ministrinë e Financave dhe për Ministrinë e Mbrojtjes, kur dihet që pikërisht në këto fusha do të ketë edhe investime shumë të mëdha, qindra miliarda euro. Unë me siguri miq të dashur që do t'ju njoftoj me të gjitha detajet në ditët në vijim, dhe nëse keni pra ndonjë pyetje, ndonjë interesim për ndonjë post ministror, me siguri që mund ta shpjegoj se kush do të jetë ministri apo kush do të jetë ministria e ardhshme në poste të caktuara, në veçanti ato pra që kanë të bëjnë edhe me sektorët që kanë të bëjnë me politikën e jashtme, që i përket pra edhe vendeve të tona, pastaj me politikën e mbrojtjes që është me siguri më rëndësi, me financat, me ekonominë e tjerë. Me ekonominë po e them sepse në Gjermani, siç e dini, jetojnë rreth 600.000 shqiptar vetëm nga Kosova, duke mos harruar pra edhe numrin shumë të madh të shqiptarëve nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Logina e tjerë, që punojnë këtu dhe jetojnë e fitojnë. Pra, me siguri që do të ketë gjëra vërtet shumë interesante. Me rëndësi është po ashtu të thuhet se ekspertët e kanë vlerësuar pozitivisht paraqitjen e kandidatëve, në veçanti të ekspertëve për çështjet ekonomike, për digitalizimin e tjerë. Por, siç e thash, me të gjitha këto mund t'ju njoftoj në ndonjë video të posaçme nëse ju intereson, por ju nëse ndiqni kanalet e mia, me siguri që e shihni që kohët e fundit jam duke publikuar edhe shumë tekste ku mund të lexoni pra se kush janë këta persona. Faleminderit dhe mirupafshim së shpejti me informacionat e tjera.